Duke pare Curinë, unë mendoj se kam bo një potest të qëlluar për shkak se do të me kriju një qetësi dhe do të jep me edhe një cikël këtij trajneri, kështu që pavarësisht rezultateve, pavarësisht unë mendoj se kanë menduar ndoshta edhe ma gjatë këto, edhe pse Franco Foda ka treguar edhe socializimin të cilin e ka bo, afërsinë të cilin e ka bo, mbikëqyrjen e ndeshjeve të cilat edhe në Superligë, unë mendoj se ndoshta dallon shumë prej këtyne të tjerëve. Domethënë, mendoj se është një trajner i duhur dhe me këtë grup lojtarëve kam pa dhe ka analizuar se ka instaluar mentalitetin dhe kërkesën dhe filozofinë të cilën ai dëshiron dhe ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja pse kam vazhduar. Këto statistika, 1 fitore, 1 barasim, 5 humbje. Po mirë, duke marrë parasysh se çka kemi pas kundërshtar, mendoj se janë statistika solide. Këto dy ndeshje, unë mendoj se të cilat i kemi fituar kundër Suedisë, ndoshta nuk ish dashur, nuk e kam menduar këto, dhe këto janë ndeshje ndoshta jashtëzakonisht me rëndësi të madhe, dhe me këto ka treguar që ky trajner ka potencial dhe mund të arrijë gjëra të mëdha. Okej, Erden? Ka bëjë vazhdimin e kontratës? Po, përderisa ki sukses